kur i fiton dikush 52% ku do mbohet, ai përpiqet me mbledh popullin rreth vetit. Kurse ky vetëm e ka fut thikën e përçamjes edhe më shumë dhe ka munduar edhe më shumë e përçakit çështjes siç ka qenë, domethënë, edhe sot ne kemi një shoqëni totalisht përçam. Që partitë ekzistojnë për me orën pushtet. Partitë për çfarë janë kriju dhe asnjë parti nuk po don me qeverisë me to. Domethënë, kjo është një shej shumë i rëndë për demokracinë. E dyta, tu e ditë që nuk i kanë votat, ata me çdo kusht po mundohen me marrë pushtetin, edhe tu e shkel demokracinë. Janë të shumta tregimet se po përpiqen me një lloj prostitucioni politik me i ble deputet, me i josh deputet e partive tjera, me i ofru poste, me i ofru çapo dijon e projekte, apo nuk e di çka tjetër që me i dhon votën. Pastaj kanë filluar edhe me minoritetet jo serbe. Siç e dini, për cilat po pretendohet nga partia në si temi kështu që po synon të jetë prapë në pushtet, thuhet që ka ndikim nga Beogradi, sa i përket mbështetjes së tyre në formimin e qeverisë. Ajo është